profesor? Unë mendoj se do t'ja vetëm shtoj pak me për fjalët që profesori është nderuar. Tha, unë mësuesin dhe mësimdhënësin në përgjithësi e shoh si një idol, si një institucion në vetvete, sepse pak a shumë gjithë jemi mësues, gjithë kryejnë rolin e mësuesit, shpesh ndoshta mund mos ta dinë se kryejnë atë rol, por nëse do t'jesh prindi mirë, sigurisht se do t'jesh një mësues i mirë. Dhe si rrjedhoj rolin kyç, si thash, në formimin e një njeriu, përveç prindërve, e mban mësuesi. Pra, këtu kam fjalën për gjitha ciklet. Pse, mund të thuash? Sepse fëmiu që në momentin, moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, e kështu me radhë, ai mendon se është i vetmuar. Dhe ai do i ndan dhe i përcakton njerëzit që i afrojnë ndihmë. Unë e kujtoj një rast, për shembull, një student ishte i demoralizuar në vetvete, edhe nga mënyra se si qëndronte në klasë, pash se ka disa shqetësime. Edhe ju afrova dhe pyeta, njëherë më kujtohet pse, çfarë halli ke, çka të pengon. Thotë, unë kam një ëndër të realizoj në këtë deg, por nuk e shoh vetin aty, nuk kam besim tek vetja se unë mund t'i arri. Edhe e thash qetësoju, thash dhe flasim nesër për këtë punë. Mas që diskutume me ta, i thash një gjë, unë kam shumë besim tek ti, edhe ma shumë se ti tek vetja, për këtë pikë dhe për këtë lanë që ti do të arrish, do të kesh sukses. Ai u gëzua dhe vazhdoj, u motivua, mas 2-3 vitesh më kërkoj, në fakt, ndoshta kisha harruar rastin, sepse neve në ndrohen studente shumë, edhe vjen edhe më takon, edhe më thot, kështu mu drejto me një fjalë, thot, faleminderit, thot, shumë, thot, nga ju, thot, për besimin që ju besuat ma tepër se sa unë i besova vetvetes dhe realizova ëndrrën, për ndryshe, kisha përfunduar diku tjetër. Pra, unë e kam fjalën të kjo që besoj që çdo mësues, çdo mësimdhënës, kudo që ka qenë, kudo që ka vepruar, me çfarë do nivel nxënësish apo studentësh ka pas punë, ai të dikush ka ba diçka ma shumë se ata që ai e ka paramendua, ka ba një ndryshim shumë të madh. Është shumë mirë dhe shumë e këndshme nëse ne ndodhemi në një situatë që dikuj mund t'i hapim një rrugë, mund t'i sqarojmë një problem që mund t'a ketë, dhe është shumë e rëndësishme që nxënësi ose studenti të dinë se ka mbështetje të dikush. Pra nuk e, nëse gjitha shpresat i ka humbur në jetën e përditshme, tek familja, tek shoqëria, tek kushe njerëzit që rrethojnë, unë mendoj se shpresa e fundit e atyre ndodhet, mund ndodh, jo ndoshta të gjithë, po tek një mësimdhënës ose tek një edukator që ai ka takuar gjatë jetës. Dhe në këto pikpamjen, në këtë bazë, unë e shoh se mësuesi vërtet ka rolin shumë të rëndësishëm, të jashtëzakonshëm. Unë personalisht, edhe sot e kësaj dite kisha me muj me ba listën nga mësuesi i parë, që shfrytëzoj rastin dhe ta përshëndes, që nga ky moment që është gjallë, jeton, Koli Vezaj, deri në të gjithë profesorët që unë kom pas punë dhe i kom pas nderin t'i kam në auditore. Pra, për ta përmbyllur këta, mësuesi ndoshta është themeli, ndoshta mund të them edhe muret e një ndërtese që neve si njerëz mund të formohemi, mund të krijojmë, pra diçka që edhe ne në të ardhmen mund t'i shërbejmë edhe familjes, edhe vendit, edhe komit, dhe gjithmonë do të gjejnë një shembull tek ata që neve mund të pasqyrohemi përmes tyre. Po për të dhënë atë kuptimin më të plotë si fushë e jetës, nëse mungon arsimi, çfarë ndodh në shoqëri?
Po, nëse mungon arsimi, është të njëjta gjë sikur të më thosh ti mua nëse ti heqi dy sy çfarë do bësh. Ashtu e shoh, ndoshta është shumë e egër, por po kjo theksolla më parë për të lehtësuar. Po. Se nëse nuk punojnë në bujqësi, nuk mbjellin domate, do mbjellin patate, do mbjellin qep, pa diçka do hash, do të mësosh. Shkëlqyeshëm, unë plotësisht pajtohem, pra arsimimi nuk është, unë nuk jam kundër punës, çdo punë për gjithë botën, për gjithë botën në përgjithësi, gjithë botën në përgjithësi, çdo punë që bëhet e ndershme me djers dhe me përkushtim dhe me profesion është më tepër se mirëseardhën, por ama është shumë mirë kjo se qoftë edhe nëse mbjell domate, të paktën është shumë mirë edhe për ata që e mbjell, e ndjen veten më mirë nëse ka njohuri për ta më shumë. Çdo punë tjetër që bën, po edhe nëse bën pastrimin, normalisht nëse është i edukuar, është i shkolluar, i arsumuar në atë deg, në atë lami, e bën atë punë më lehtë. Domethënë edhe shijon më mirë, edhe është më i suksesshëm, normalisht se do të jetë edhe më i përshtatshëm për çdo punë më lans që punon ose në ndonjë ndërmarrje që punon. Pra, arsimi faktikisht është e njëjta gjë sikurse një rrugë e jona është e mbyllur me shkurre, dhe arsimi është ai që ti largon ato shkurret dhe hap atë rrugë, dhe rrugën e ketë qartë, e ketë pastër dhe ketë sigurt ku jetë me shku. Pra kjo është qëllimi i asaj, dhe unë mendoj edhe gjithmonë rri duke trombetua, nëse mund të them, duke rral zile çdo herë. Nuk ka rëndësi çka do punosh. Ndoshta nuk punon në profesionin ose në shkollë që banë, por ama mos u pendo, sepse ajo do të ndihmoj në mënyrën e komunikimit me njerëz, në mënyrën e zgjedhjes problemeve, në mënyrën e bashkëpunimit, në mënyrën e bashkëveprimit, në ngritjen e nivelit njerëzor, në ngritjen e dashurisë për vendin tanë, për gjuhën tanë, për njerëzit tu, për të afërmin tu, për kombin tanë, pra gjitha këto, nëse mund të quaj beneficione ose gjitha këto të mira vinë prej arsimit, sepse po tjetë një diçka që ndoshta rritësh në një vazo të mbyllur dhe nuk ke djeni, do të paraqitesh edhe në shoqëri, edhe më i egër, do të jesh ndoshta edhe më arrogant, mund të jesh edhe më i pasjellshëm, mund të biesh në problem, jo ndoshta nga dëshira, por nga padia. Pra, rezultati i arsimimit është i jashtëzakonshëm. Unë mendoj dhe besoj se neve nuk e vlerësojmë edhe shumë, shpesh herë dëgjoj shumë njerëz, po ky u bë milioner nuk e ka as gjimnazin e kryer, po ky u bë milioner la universitetin pa mbaru. Është shumë e vërtet, ka raste të tilla, por pse duhet të merren raste të tilla nëse ti mund ndjekësh rrugën e drejtë dhe pastaj baju milioner, vazhdoj ata baje punën që ti mendon se mund të jesh më i suksesshëm, por në asnjë mënyrë mos e anashkalo arsimimin dhe edukimin. Kishte diçka për shtuar? Jo, vetëm doja të thosha, domethënë të bën dhe të kuptosh më tepër për veten tënde si njeri. Që çfarë aftësish ke ti vetë si individ. Dhe për shembull unë shikoj me vajzën time të madhe, ajo ka mbaruar për muzikë dhe ndonjëherë thot për shembull që siç e kanë dhe shqiptarët që pse kanë mbaruar për muzikë, duhet kishte bërë doktorat ose doktor ose avokat. Edhe ajo për shembull më pëlqen shumë se thot këtë. Unë e di thot që mund kisha bërë diçka tjetër, thot, por unë nuk e quaj asnjëherë humbje kohë sepse unë mësova thot e para punës shkolla ishte shumë e vështirë, mësova rigorozitetin e universitetit, mësova si të mësoj, si të përballoj, domethënë, si të thuash, ngarkesa të mëdha. Dhe nga ana tjetër thot, bëj diçka, thot, kam mësuar që është diçka që unë më jep kënaqësi si njeri në radhë parë dhe që e di që jam shumë e mirë. Dhe ato janë diçka të rëndësishme, që për shembull vetëm gjesh një punë që të marrësh një lloj pagese, për mua nuk është, shumë njerëz mendojnë domethënë thonë që okay, duhet të kesh punë, marrësh para. Okay, ajo është shumë e vërtet, po pastaj çfarë njeriu je? Ajo në një farmase do vi një pikë që do më të thuar që nuk e bëj dot më, ose do jesh shumë i palumtur me veten tënde ose
që për shembull, pastaj edhe ne fëmijëve duhet t'i tregojmë vetë, duhet jemi ne model, domethënë t'i tregojmë atyre që si mund ta gjesh ti se çfarë duhet të bësh me jetën tënde. Dhe arsimimi t'i hap të gjitha këto dyert, është e pamundur ndryshe.